Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetet tona të sinqerta, mbi vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek mësimi 47. Ku autori na flet pra Imam Tirmidhiu për një kapitull të ri, e që është ai shtrati i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe në këtë kapitull Imam Tirmidhiu na sjell dy hadithe për haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam që tregojnë se si ka qenë shtrati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju e dini se shtrati është ajo e cila shtrohet nër, qoftë për të ulur apo për të shtrejt, për të pushuar dhe për të fjetur. E që njihet tek populli si dyshek, domethënë si ka qenë dysheki i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo çfarë dihet se sa më rahat që të jetë shtrati i njeriu, aq më shumë pushon dhe flen njeriu. Dhe në momentin kur pushon dhe flen njeriu aq më tepër, si shkas i një shtrati të mirë, atij njeriu i shtohet dashuria për gjumë. Sikurse është e njohur se gjumi e ngren gjumin. Dhe në momentin kur i shtohet dashuria për gjumë, atij i shtohet dashuria për dembelizëm. Pra bëhet dembel. Ndërsa kur shtrati nuk është komod, tamam çush duhet, atëherë njeriu flan as sa ka nevojë trupi për të. E jo me tepru edhe në gjumë. Pra shtrati i pejgamberit alayhi salatu wasalam vëllezër nuk ka qenë shtrat komod, nuk ka qenë shtrat i rehatshëm, por ka qenë një shtrat i thjeshtë, i punuar prej leshi ose prej fije palmash, që do ta tregon autori pra dhe hadithin. Dhe autori e vëllezër e fillon këtë temë me hadithin e parë. Dhe këtë hadith e transmeton nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se shtrati i pejgamberit alayhi salatu wasalam, në të cilin flinte ai, ka qenë prej lëkurës së rregjur, lëkurë e rregjur, e cila ajo lëkurë ka qenë thot e mbushur me fije palme. Me fije palme, do të thonë fijet e trungit të palmës janë të hollu, edhe ata i kanë fut në shtratin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe këtë hadith e gjen tek Imam Buhariu. Pra tham, secili rob i Zotit dëshiron që shtrati i tij me kon i butë, në mënyrë që ai me kon marahat, në mënyrë që ai me flajt dhe me pushun të. Ndërsa e kundërta ka qenë tek shtrati i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pra shtrat jo komod dhe jo luksos, me qëllim me flet as sa ka pas nevojë trupi për të bërë gjumë. Aisha tregon se shtrati i pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë shtrat prej likure të rregjur dhe e mbushur mbrana me fije të palmës. Domethënë sikur si me thon me lloj kashte mbrana ato. Domethënë kështu ka qenë shtrati i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Por lind pyetja, a nuk ka pasur mundësi që i dërguari Allahut të vëllezër ta ketë një shtrat komod dhe më të mirë? Padyshim se po. Pra pejgamberi sa i ka pas mundësit me pas një shtrat komod dhe më të mirë. Mirë po, i dërguari Allahut të vëllezër ka qenë asket. Pra zemra e tij nuk ka qenë lidhur me këtë dynjë, me këtë botë, por se zemra e tij ka qenë lidhur me Allahun, ka qenë lidhur me ahiretin. Pra çfarë është asketizmi? Shumë prej ulemave e japin definicionin kur flasim për asketizm. Mirë po, ajo që më ka pëlqyer, edhe do ta përmendi vetëm këtë fjalë, është se asketizmi është kur ti e ki dynjon në dorë. Mirë po, në zemrën tënde, pra është asketi. Pra, asketizëm është kur ti e ki dynjon në dorë, mirë po nuk hipësh masajna. Por se në zemrën tënde kush është ahireti, është bota tjetër. Domethënë, jo në momentin kur ti nuk i ki mundësit e mira në këtë dynjë me tregu veten tonë, me reflektu se unë jam asket. Jo, kur ti i ki mundësit, mirë po dashuria jote nuk është e lidhur për këtë dynjë, për dashuria jote, pra zemra jote është e lidhur për botën tjetër. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur mundësinë me jetu sikurse mbretërit, mirë po dihet se ai nuk e ka zgjedhur këtë jetesë, por se e ka zgjedhur pra jetesën e cila është jetesë e rrugës së ahiretit, rrugës së një asketi. Pra pejgamberi alayhi salatu wasallam
si që kemi tregu dhe në mësimet e kaluara, ai ka qenë mesaton çdo gjë. Pra, nuk është donë mas kësaj bote, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka pas diçka që ai nuk e ka posedu, nuk është mërzit për to pse se ka. Sepse tham, zemra ti nuk ka qenë e lidhur për këtë dynjë, por zemra ti ka qenë e lidhur për dashurinë e botës së tjetër, pra ahiretit. Dhe pastaj, o vëllezër, apo kështu duhet jemi edhe ne. Pra, pasurinë të cilën ne e kemi, duhet ta posedojmë në duart tona dhe jo në zemrat tona. Pra mos mu bo ajo pasuri që na me dasht atë mall dhe me haru ahiretin, me haru Allahun e lartësuar. Shokët e pejgamberit alayhis salam nuk kanë qenë kështu. Domethënë, ata dynjan e kanë pasur në duart e tyre dhe e kanë sjellë si kanë dashur ata, ndërsa ahiretin e kanë pas në zemrat e tyre, Pra, e kanë shfrytzuar dynjan duke i njekur gjitha ligjet e Allahut dhe udhëzimet e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Dhe pastaj autori vëllezër na bjer një kapitull të ri, e që është kapitulli që flet për modestin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë kapitull Imam Tirmidhiu na i ka sjell plot 13 hadithe, dhe këto hadithe tregojnë se si ka qenë në jetën e përditshme pejgamberi alayhis salatu wasalam, qoftë me njerëzit e vet, sahabët, apo edhe me njerëzit familjar të tij. Pra, këto janë 13 hadithe që autori i ka pru, mirë po ne do të mundohemi ta ndajmë në 2 pjesë. Do të thonë pjesën e parë sot me shpresë që në dersin e radhës të vazhdojmë edhe pjesën e dytë të këtij kapitulli të ri, pra modestia e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe këtu shihet thjeshtësia, urtësia, dituria e pejgamberit alayhis salatu wasalam me njerëzimin dhe i cili ka qenë larg çdo kryenësie dhe larg çdo mburje karshi të tjerë. Prandaj modestia, o vëllezër, dhe thjeshtësia e pejgamberit alayhis salatu wasalam ka qenë e qartë, ka qenë e dukshme, sepse është vërejt nëpërmjet sjelljeve të pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe është vërejt nëpërmjet pamjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra, në raport me të tjerët dhe në raport me njerëzit e vet, pra njerëzit e familjes së tij. Për atë dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend hadithin që është tek Imam Muslimi me numrin dorë 258, ai i cili është modest për Allahun e lartësuar, Allahu ka me lartësu atë person. Pra, i cili është modest për Zotin, Zoti e ngrit atë person, pra e ngrit mesin e të tjerëve. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aq i thjesht ka qenë i dërguari i Allahut vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, saqë ata të cilët nuk e kanë njohur profetin e Zotit, kur kanë ardhur për me taku ose për me pyet, nuk kanë mujt me ditë në mezhlis se kush është i dërguari i Allahut. Pra, profeti i Zotit ka qenë i ulur me mezhlis me sahabët, ndërsa ai që është fut me mezhlis ka thonë kush është i biri Abdul Mutalibit. Nuk e ka njoft. Pse? Për shkak të thjeshtësisë dhe modestisë që e ka pas i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dukje edhe në veshje, pra nuk është dallu, edhe nuk është veçu sikur se janë dallu në atë kohë mbretërit dhe janë dallu në atë kohë pra edhe njerëzit të tjerë. Pra Allah subhanahu wa taala vëllezër e ka lavdruar urtësinë, e ka lavdruar modestinë e tij në Kur'an, ku thotë i Madhi Zot tek Surja Ali Imran ajeti 159. Në sajt të mëshirës së Allahut u solli butësisht me ta o Muhammed. Pastaj vazhdon duke thënë, e sikur të ishe i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje. Dhe autori vëllezër Imam Tirmidhiu e nis me hadithin e parë që flet për modestinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam nga Omar ibn Khattabi, i cili ka thonë: pejgamberi i Zotit ka thonë, mos më lavdroni, mos më lartësoni ashtu si e kanë lartësuar dhe e kanë lavdruar krishterët Isaun të birën e Merjemës. Por thoni, unë jam rob i Allahut dhe i dërguar i tij. Këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi. Krishterët o vëllezër e kanë tepruar me Isën, saqë disa kanë thonë se Isa është vetë Zoti dhe Isa duhet të adorohet, sepse Zoti është mishëruar me Isën.
lartë qoftë Allah i lartësuar mbi atë se çfarë i nveshin atij. Disa të tjerë kanë thonë se Isau është i biri i Zotit. I lartësuar qoftë Allah, i madhruar qoftë Allah, nga ajo se çfarë besime të kota kanë dhe i anveshin Allah subhanahu wa taala. Ndërsa në anën tjetër vëllezër, shumë hadithe pejgamberike flasin për këtë ndalesë që mos me tepru në çka? Në lavdrim dhe në dashni të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mirë po, disa njerëz vëllezër nuk e kanë pranuar këtë urdhër të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mos lavdrimin e tij të tepruar, por ata kanë zgjedhur rrugën e teprimit, duke i shkelur gjitha rregullat dhe parimet e lavdrimit dhe teprimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, saqë këta njerëz kanë arritur deri aty që të ja atribojnë disa të drejta dhe cilësi të cilat i takojnë Allahut subhanahu wa taala dhe jo pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pra, këtë e gjejmë tek ata të cilët e kanë tepruar në fenë Allahut, sikurse që janë sektët dhe tarikatët e ndryshme që i atribojnë fesë islamit. Pra, duke i dhënë më shumë rëndësi dhe lavdata pejgamberit alayhi salatu wasallam, po ma ato gjëra që duhet të lavdrohet vetëm Allah subhanahu wa taala. Dhe këta kanë devijuar dhe kanë dalë nga rruga e Allahut dhe kanë bërë kufër Allahun subhanahu wa taala. Por çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam? Na mëson i dërguari i Allahut se si me dash na dhe sa me lavdru pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wasallam. Por thot, thuni, un jam rob i Allahut dhe i dërguari i tij. Çfarë do thot kjo? Rob i Allahut dhe i dërguari i tij. Pra, po do më na thon, o ju njerëz, obligimi juaj është që ju me zgjedh për të dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe me dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam më shumë se vetëm e tij, më shumë se çdo gjë që ka të bëjë me njerëzit e tij, familjarët e tij, karshi me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe kështu plotësohet dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo fjalë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, thuani, pra, unë jam robi i Allahut dhe i dërguari i tij, mundson që na me arrit nivelin e rrugës së mesme, nivelin e rrugës së drejtë. Prandaj kjo fjalë e profetit të Zotit neve vëllezër na urdhron me besu në dy gjëra, apo na urdhron me besu në dy çështje, të cilat janë të ndërlidhura me pejgamberin alayhi salatu wasalam, e që është e drejta e tij, pra haku i pejgamberit Zotit. E para, që ai është rob i Allahut, dhe robi i Allahut nuk adhurohet dhe nuk lejohet ti adresohet atij diçka apo ti jepet atij diçka që është e drejta e Allahut subhanahu wa taala. Sado që ai robi i Zotit mund të ketë pozita të larta tek Allahu. Dhe një gjë e tillë është ndaluar. Edhe dyta, ai është i dërguari i tij, pra i dërguari i Allahut. Pra e drejta jonë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam është që ne m'ju bind profetit të Zotit, pastaj ne me pasu rrugën e tij, i cili ai neve na ka tregu, pastaj me i ndjek e therët, gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka lënë gjë e cila është e mirë për neve, vetëm se na ka tregu i dërguari i Allahut. Sikurse që nuk ka lënë gjë e cila është e keqe për neve në dynjë dhe në ahiret, vetëm se na ka treguar dhe na ka paralajmëruar si ummet për këto gjëra të cilat janë të këqija. Pastaj i dërguari i Allahut na tha, robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Pra kur njeriu thot për profetin e Zotit që ai vet ka urdhëruar dhe na më thon se është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, e largon njeriu prej dy ekstremeve. Do thonë, në momentin kur ti thu si i dërguari i Allahut është rob dhe i dërguari i Zotit, ty të largon prej dy ekstremeve. Ekstremit të teprimit dhe ekstremit të mangësisë. Dhe kjo është rruga e mesme që neve na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Rrugë që mos me i kalu kufit tona në dashni, po të njëjtën kohë mos me kalu kufirin duke ja ul pozitën pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj duke qenë larg këtyre dy ekstremeve, njeriu me lejen e Allahut e arrin me kap imanin e pejgamberit alayhi salatu wasalam se ai është rob i Zotit dhe i dërguari i tij, sikur se tha vet
pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pra, ju drejtu sahabëve dhe ju tha, mos më teproni në lavdrim sikurse e kanë tepruar krishterët kur kanë folë për Isën të birin e Mariemës, për thoni rob i Zotit dhe i dërguari i Allah. Dhe pastaj uturi vëllezër na bër hadithin tjetër 331 nga Humejdi, e ky nga Anas ibn Malik, i cili tregon se një grua ka ardhur tek i dërguari i Allahut dhe i ka thonë: Ja Rasulullah, kam një hall që dua të konsultohem me ty. Dhe pejgamberi i Zotit i tha: Ulën në cilën rrugë duash me din, unë do të vi dhe do të ulëm aty. Ky hadith me këtë transmetues, dietarët kanë thonë se është i dobët. Mirë, po ka ardhur një hadith tjetër, i cili është i saktë tek Imam Muslimi, që është i ngjajshëm me këtë hadith, që e transmeton Anas ibn Malik, i cili thotë se një grua e cila ka pasur probleme mendore, edhe ka ardhur tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: Ja Rasulullah, un kam nevojë të më ndihmosh diçka. Dhe pejgamberi i Zotit i ka thonë: O ju mufilone, merre cilën do rrugë që të kesh dëshirë, që të ndihmoj çfarë ke nevojë. Dhe pastaj ka shku vetëm me të në njërin prej rrugëve të Medinës, derisa ka mbaru punë me këto. Tham, ky hadith është tek Imam Muslimi dhe është hadith i saktë. Pra, i dërguari i Allahut të vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk është vetmuar vetëm me këtë grup, por njerëzit kanë qenë afër dhe e kanë po, sepse ai ka zgjedhur një prej rrugëve të Medinës ku njerëzit kanë ecë dhe kanë kalu. Pra zgjedhë ka thonë një rrugë prej rrugëve të Medinës, unë aty vi. Mirë po, dëshira kësaj grue ka qenë vëllezër që ajo të flet të komunikon dhe ta ndaj hallin dhe shqetësimin dhe çfarë ka pasur me kërku për pejgamberin sa vetëm me saj dhe pejgamberi i Zotit, që të tjerët mos më ndëgju se çfarë halli dhe çfarë problemi ka. Pra, shohim këtë hadith të pejgamberit i Zotit që transmeton Enesi dhe është tek Imam Muslimi, shihet qartë modestia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka pranu me i dëgju fjalët e një grua e cila ka pas probleme mentale, ka qenë smut, ndërsa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej modestisë së tij që kishte ndaj njerëzit nuk e mohoi. Tha, zgjedhet ti cilën rrugë. A ka mujt i dërguari i Allahut me thonë, po, filën rrugën? Ka mujt me thonë, por ka thonë, ti zgjedhe rrugën, unë kam ardhur dhe kam me ndëgju hallin tënd që ke. Pra, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllezër ka qenë njeriu më modest. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka nejt me të voglin, ka nejt me të madhin, ka ardhur hadithet profetit që kanë ardhur fëmijët e kanë ka për dorë edhe ka shëtit në për rrugët e Medinës. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam. I dërguari i Allahut o shul me triun, o shul me plakun, o shul me pasunikun, ka ndajt me varfjakun, ka nejt me etimin, ka nejt me shërtorin, ka nejt me robin. Pra nuk ka bo dallime pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe pikrisht këto vepra të pejgamberit të Zotit Muhamedit alayhi salatu wasalam ka qenë vepra që kanë ndiku tek njerëzia, tek të tjerët, që ata me pranu të dërguarin Allah dhe me pranu atë se çfarë ka urdhëruar Allahu mbi njerëzimin. Më thonë, ai nuk ka bë dallim tek njerëzit. Nuk ka bë dallim, as nuk ka bë dallim në mesin e shoqërisë, por është ul me secilin person që kanë pas nevojë ata dhe janë taku me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Çaq i thjesht ka qenë i dërguari i Allahut, sikurse krishteri Adi ibn Hatim kur ka ardhur tek i dërguari i Allahut, ka po një kauç të thjesht, një astëk i cili jo dy vetë me çit kryt, po vetëm një, edhe prej leshi, prej fijeve të palmave. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj autori vëllezër na sjell hadithin 332 nga Muslim al-Awdar, i cili përcjell nga Enesi se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot Enesi, i dërguari i Allahut e vizitonte të smurin, prezantonte në varrime, kalëronte gomarin, i përgjigje ftesës së robëve për gosti, dhe pastaj thot ditën kur do bua fisi Benu Kurejva, kalëronte gomarin i cili frerët dhe mbulesën e Samarit e kishte me fije të palmës. Hadithin në fjalë është prej haditheve të dobta. Mirë po, këto pjesë që jenë përmen hadith, gjitha janë pjesë dhe vepra të sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse kanë ardhur hadithe tjera që tregojnë për atë se çfarë përmendi ky sahabi. Dhe çfarë thot këtu sahabiu? Thot i dërguari i Allahut e ka vizitu
të smurin. Pra i dërguari i Allahut ka shku dhe i ka vizitu njerëz të smur, qofshin ata njerëz të mëdhej apo të vegjël, qofshin ata musliman apo jo musliman, ka shku dhe i ka vizitu pejgamberi i Zotit. Enesi radiallahu anhu na tregon hadithin e saktë që është tek Imam Buhariu, i cili thotë se një djalosh hebrej, i cili i shërbente pejgamberit alayhis salatu wassalam, një ditë prej ditëve ai u smu, ndërsa i dërguari i Allahut shkoi në shtëpinë e tij për ta vizituar dhe e vizitoi pejgamberi alayhis salatu wassalam atë. I dërguari i Zotit i ul të koka e tij dhe i tha: "Bo musliman." Ndërsa ai ngriti kryt dhe po e shiqon babën e vet. Ndërsa baba i tij tha: "Përgjigju Ebul Kasimit, babës së Kasimit, se një prej djemve të profetit ka pasur emrin Kasim. Përgjigju pra pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe ky djalë në momentet e vdekjes e pranoi Islamin." I dërguari i Allahut doli prej shtëpisë së tyre i gëzuar dhe tha: "Falëndrimi i takon Allahut që e shpëtoi prej zjarrit." Pra hadithi është tek Imam Buhariu. Pra i dërguari i Allahut ka vizituar secilin, musliman dhe jo musliman, të madhin apo të voglin kur ka qenë i smur. Dhe ajo se çfarë dihet kur robi shkon me vizitu një të smur, vizita e tij tek i smuri është ngushëllim për to. Sepse i smunti është i mërzitur. Dhe në momentin kur ti shkon me vizitu, ati i do këtë se ti ja ke largu smundjen, ja ke largu mërzin, sepse ton kohën ai është duke mendu për çka? Për smundjen e vet. është duke mendu për jetën e vet, se çfarë do të bëhet me to. Ndërsa kur ti shkon me vizitu për hir të Allahut, ato e qetëson, ato e lumturon. Pra fut në zemrën e të smundit gëzim dhe lumturi kur robi shkon e viziton një të smut. Pastaj thot ka prezantuar varrime. Pra i dërguari i Allahut ka shku dhe ka prezantuar varrime muslimanëve. Edhe ka ndajt aty derisa është varrosur ai apo ajo, siç është hadithi të Bara ibn Azib, dhe hadithi është tek Imam Buhariu, ku thotë i dërguari i Allahut se i dërguari i Allahut na ka urdhëruar mi bë 7 gjëra, dhe një prej tyre pejgamberi alayhis salatu wasallam vëllezër e ka përmend me përcjell xhenazën. Pastaj çfarë thotë në hadith? E ka kalëru Gomarin. Gomari, o vëllezër, sa për informat, në atë kohë ka qenë mjeti më i lirë për udhëtim. Shumë i lirë o konë me pas ti një gomar me ble. Por se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej modestisë dhe thjeshtësisë që e ka pasur, pejgamberi i Zotit e ka përdorur gomarin si mjet udhëtimi. Dhe pastaj çfarë thotë në hadith, i është përgjigjur ftesës së robërve për gosti. Pra nëse i dërguari i Allahut është thirrur në shtëpinë e robit, ai është përgjigjur ftesës së tij, dhe përmes këtyre veprave pra ka treguar nivelin më të lartë të moralit dhe ka arritur që i dërguari i Allahut pra me i përfitu zemrat e njerëzve. Dhe pastaj dihet pjesa e hadithi apo pjesa e fundit e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtu është se ditën kur u dobua fisi Beni Kureda ka kalëru Gomarin, i cili freri dhe mbulesa e Samarit e kishte prej fijeve të palmës. Historinë e Beni Kuredës, pra hebranjeve të Beni Kuredës, secili prej neve e din dhe ka njohuri për të, sepse ata e kanë tradhtu pejgamberin e Zotit. Pra i dërguari i Allahut kishte lidhur marrëveshje me ta, se kanë jetuar në Medinë. Ka lidh besë me ta. Mirë pa ta e tradhtuan në betejën e Ahzabit, betejën e Hendekut, kur krejt i lujtarët u bën bashkë e rrethuan Medinën parafërsisht gati 1 muaj ditë për t'i shkatruar muslimant. Mirë po i madhi Zot me ushtrinë e tij deshi që i largoi pra mushrikët, pra idhujtarët me kas, u larguan prej kampit ku ata kanë qëndru afër Medinës, ndërsa fisi Beni Kureda, edhe pse pa të ndidh marrëveshje paqe me zveti, ata e tradhtuan pejgamberin e Zotit dhe u bë armiku i mbrendshëm mbrana Medinës, ndërsa armiku i jashtëm pra ishin idhujtar, dhe me tu largu ushtria e idhujtarve, atëherë pra me urdhrin e Allahut të lartësuar, pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi, i luftoi dhe i përzuni ata prej Medinës. Dhe pas përfundimit të kësaj betejë, pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i hipur mbi Gomar, shala e tij dhe frenet e tij kanë qenë të mbushur prej fijeve të palmës. Domethënë tregon se sa i thjesht dhe sa modest
ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe autori vëllezër na sjell hadithin 333 prej Ameshit, e ky prej Enes ibn Malikut, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë i përgjigjej ftesës në gosti aty ku nuk kishte tjetër pos bukës së elbit dhe gjalpit të vjetër që kundërmonte me erë. Dhe pastaj thotë mburoja e pejgamberit të Zotit ishte peng të një jehudi, nga se thotë i dërguari i Allahut nuk gjeti me çka ta shpagonte pra mallin që e ka marrë derisa ka vdekur. Pra një pjesë e këtij hadithi kanë përmendur ulemaj është e dop mirë, po e sakta ajo se çfarë është përmendur në hadithin e Imam Buhariut me numër rëndor 2069, pra ka hadithe tjera që dëshmojnë për këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, ky hadith i profetit Zotit tregon thjeshtësinë dhe modestinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili i është përgjigjur thirrjes së secilit. Pra, aq i thjesht ka qenë që i dërguari i Allahut nëse është thirr prej fukaros, ka shkuar në mezhlis. Nëse e ka thirr jetimi, ka shkuar në mezhlis. Nëse e ka thirr ai i cili ka në rob, ka shkuar tek ai. I është përgjigjur ftesës pejgamberi i Zotit. Edhe ka ngrënë ajo se çfarë është çit me ngrënë përpara në sofër. A nuk e ka dashur i dërguari i Allahut ushqimin e mirë? Po, e ka dashur ushqimin e mirë. Na kemi tregu se llojet që i ka dashur pejgamberi alayhi salatu wasallam për ushqimeve nderse të kaluara. Domethënë, çfarë mishi ka pëlqyer pejgamberi i Zotit? Mirë po. Në anën tjetër, kur është qit ati me hongër vetëm buk elbi edhe ufull, çfarë ka thonë profeti i Zotit? Sa e mirë është buka me ufull. Pra, nuk e ka nënshmu, por e ka nderu ato që e ka qit për me hongër atë ushqim pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pra, i është tru sofra e cila ka pas buk elbi dhe ka pasur lloj vaj yndyre gjalp e vjetrume që ka kundërmu, thot shehu Abdurrezaku, thot ndoshta ka pas njerëz që nuk e kanë pëlqyer ushqimin aty, që nuk kanë mujtë edhe me ngron, mirë po i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot e ka hongër edhe pse ati ushqimi të vjetruar i ka ardhur pak era. Dhe pastaj çfarë thot hadithi? Mburoja ati ishte peng tek një jehudi, nuk gjeti me çka ta shpagonte derisa vdiq. Pra prazmorja apo mburoja ka qenë për hekurit, sikur se ka ardhur në disa transmetime, ndërsa ajo ka qenë tek hebreu me emrin e ka pas Ebu Shehem el Jehudi. Kështu ka qenë i njohur, që ka jetuar në Medinë dhe ka qenë tregtar, ka shit elbë dhe grun, edhe gjëra tjera. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shku dhe ka marrë tek ai elb. Me një transmetim ka ardhur 20 ca, me një transmetim ka ardhur 30 ca, që i bin paraprësisht 90 kg elb. Pra ka shku i dërguari i Allahut dhe i ka marrë 90 kg elb, mirë po nuk ka pas parë për me pagu. Dhe e kalon mburojën e vet që e ka pas. E kalon si peng derisa i bën parët, edhe pastaj me shku me ia dhon parët me marr mburojën. Më thon elbin e ka marr 90 kg, ndërsa e kalon peng mburojën. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i është dhënë mundësia me pagu. Ka vdek dhe borxhin e ka pas te ky jehudi, te ky hebrej, dhe pastaj pas vdekjes së tij ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu i cili e ka pagu borxhin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, pra ka shku e ka pagu 90 kg elb dhe e ka marrë domethënë mburojën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe pastaj autorin na sjell hadithin 334 për Yazid ibn Ebanit, e ky për Enesit, pra Anas ibn Malikut, i cili thotë se i dërguari i Allahut e ka bërë haxhin duke kaluar me një samar të vjetruar, mbi të cilin kishte një pelerin, vlera së cilës nuk arrinte as 4 dirhem, dhe tha: o Allahu im, bëje këtë hax të pastër nga 2 farsia riaja dhe nga dëshia për fam, pra suma. Edhe këtu shohim këtë hadith, tregohet qartë se sa i thjesht dhe sa modest ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam, pra ka qenë duke e shalu një kafsh me një samar të vjetër, me një pelerin të vjetër që nuk ka kushtu, domethënë parë të mëdha. Do me tregu se sa i thjesht ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mirë po, kur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është nis prej mikatit, ai aty e ka bën një lutje madhështore.
Një lutje madhështore që shihet qartë, më thonë se njeriu kur do me bo një vepër, duhet me bo për hir të Allahut me sinqeritet. Dhe ka thonë, o Allah, ma bëj këtë haq të pastër nga kush? Nga syfaqësia. Dhe ma bën këtë haq të pastër prej famës. I ka përmend 2 cilësi. Që t'jetë haxhi vetëm për Allahun, edhe mos t'jetë haxhi për dukje që mi thonë të tjerët e bone haxhin sa për me thonë njerë që e bu haxhi. Jo, e ka lutë Zotin që këtë haq që i përbojune, ma mundso me bo për hir tonë do Allah, edhe ma mundso me konë larg famës. Pra, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun e lartësuar, dhe ju e dini si dërguari Allahut e ka bo vetëm një hax, dhe ai ka qenë haxhi lam tumirës. Ka transmetime që ka bo ma shumë se një hax, do thonë sa ka qenë Mekë, kam përmend disa që ka bo 3 haxhe. Pra, kur i dërguari Allahut ka shku dhe i ka thirrë njerëz në Islam, ata kanë qenë hax. I ka vizitu gjitha ato vendet. Domethënë i ka përmend Ibn Haxheri rahimullah kur e komenton librin e Imam Buhariut, mirë po disa për ty kanë thonë që e ka bo vetëm një hax, siç është haxhi lam tumirës. Edhe këtu i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun e lartësuar që me bo këtë hax me sinqeritet për Allahun. Prandaj Allah subhanahu wa taala vëllezër prej veprave dhe adhurimeve nuk i pranon ato vepra, nuk i pranon ato adhurime, vetëm atëherë ku këto vepra dhe këto adhurime bën me sinqeritet për hir të Allahut. Prandaj ai i cili i shoshon diçka në adhurim Allahut të lartësuar, dini o vëllezër se Allah subhanahu wa taala e lën veprën e atij dhe e lën atë i cili ka bo veprën jo për hir të Zotit. Pra Zoti e braktis personin dhe e praktis veprën atij personi. Pra ai i cili shoqon diçka në adhurim Allahut, siç është pra syfaqësia, Allahu e praktis personin dhe e praktis veprën e tij. Andaj është obligim që secili prej neve vëllezër me luftu veten tonë që t'jemi sa më larg veprave që na nxit shejtani mi bo për njerëz dhe na nxit shejtani me bo për famë, por se me luftu nefsin tonë që i veprat tona mi bo për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj autori vëllezër na sjell hadithin 355 nga Humedi, i cili e përcjell për Anas ibn Malikut, i cili thotë se nuk kishte njeri më të dashur për shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam se sa i dërguari i Allahut. Dhe vazhdon Enesi dhe thotë: megjithatë kur ata e shehnin pejgamberin e Zotit, nuk janë ngritën këmbë për to. Për faktin se ata e kanë ditë se i dërguari i Allahut e ka urrëtur një gjë të tillë. Këtu në këtë hadith o vëllezër shihet qartë pozita e lartë e pejgamberit alayhi salatu wasallam që ka qenë në zemrat e sahabëve. Pra, i dërguari i Allahut në zemrat e sahabëve ka qenë më i dashur se njerëz e sahabëve, se e vlat e tyre, se vetë pasuria e tyre, se gjithë njerëzimi. Pra ata aq shumë e kanë dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam, megjithatë kur e kanë pa pejgamberin e Zotit, nuk kanë lëviz për vendit. Nuk janë ngritur në këmbë. Pse? Sepse e kanë ditë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka urrëtur një gjë të tillë. Pra, prej dashurisë që e kanë pasur ndaj pejgamberit të Zotit Muhamedit alayhi salatu wasalam, nuk janë ngritur se i dërguari i Zotit e ka ndaluar dhe e ka urrëtur një gjë të tillë. Prandaj, kush është dashuria jonë ndaj pejgamberit të Zotit, apo cilat duhet të jetë dashuria jonë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, duhet të jetë dashuria e bindjes ndaj tij. Dashuria e ndjekjes së sunetit të tij. Dashuria që atë që e ka dashur ai me dashur edhe na. Atë që e ka urrëtur ai me urrëtur edhe na. Atë të cilin ai nuk e ka pëlqy, mos me pëlqy edhe na. Mirë po, në ka raste o vëllezër ku njeriu kundërshton urdhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam me pretendimin se ai e bën kët për shkak dashurisë që ka ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por dini se kjo nuk ka të bëjë me dashurinë e profetit. Sikur sa ai vërtet ta kishte dashur profetin e Zotit, atëherë nuk e kishte kundërshtu urdhrin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam,
kanë pasur dëshirë të bënin çdo vepër që e ka bërë dërguari i Allahut. Bile kanë pasur dëshirë që ata kur janë taku me profetin ose kur ka ardhur dërguari i Allahut mu ngrit në këmbë për të. Mirë po në sheh respekti, në sheh dashurie që kanë pasur për pejgamberin alayhis salatu wassalam, ata nuk janë ngritur për profetin sepse e kanë ditë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka urryer një gjë të tillë dhe nuk e ka dashur. Prandaj ky veprimi i shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam pasqyron dashurinë e kontrolluar të sahabëve ndaj profetit. Kanë ditë deri kur është kufini, deri kur edhe, domethënë, nuk guxon njeri me ra jashtë asaj atij kufinit. Pra e kanë dashur pejgamberin alayhis salatu wassalam, pra duke e kontrolluar dhe duke vepruar në përputhje me atë që është e lejuar dhe duke ju përmbajtur asaj e cila është ndaluar në teprim të dashurisë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Përpasoj, thot autori vëllezër, ishe disa me dashuri të pakontrolluara që i kanë shtyr ata të veprojnë risi në fenë Allahut dhe të devijojnë nga rruga e Kuranit dhe e Sunetit, pra ata i kryjnë disa veprime me pretendimin se veprojnë prej dashurisë për të, por në të vërtetë ata janë mashtruar prej shejtanit i cili ua ka zbukurar ato vepra, ndërkohë pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka kundërshtuar këto vepra gjatë jetës së tij. Allahu ju shpërblet në shpresë që në javën tjetër me vazhdu pjesën e mbetur të modestisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.